Si mendoni, çfarë do të prodhojnë 8 vite 3 mandatet e Edi Ramës në 4 vitet e ardhshme për vetë jetën parlamentare në Shqipëri, për vetë demokracinë, dhe a e shndrojnë ato në një autokrat Edi Ramën që mund kontrolloj edhe pushtetet e tjera? Në gjykimin tim, Edi Rama ashtu si dhe Sali Berisha kanë qenë mbas 92-shit diktator, kur kanë pasur pushtetin, me mbështetjen e plotë të Europës, të institucionet europiane. Prandaj, kjo ishte një vullosje përfundimtare e diktaturës në Shqipëri. Kështu që e shkeljes me këmbë të lirive dhe drejta e njeriut. Shqiptarët tani më u kanë humbur shpresat. Evropa me Shqipërinë ka dështuar me turp. Ato prallet e saj që ta bëjmë Shqipërinë si Evropa kanë marrë fund. Me këto zgjedhjet e 11 majit, me ligjin e listave të mbyllur, Evropa ja nxori bojën e vetes para popullit shqiptar. Tani shqiptarët nuk kanë asnjë lloj besimi të rrinë në Shqipëri. Nuk kanë asnjë lloj besimi sepse Evropa po mbështet Edi Ramën, thot thjesht Shqipërinë do ta zhvillojë turizmi. Po cili turizm? Turizmi kamarie dhe kuzhinier ka. Kush do punësohet atje? Këta do punësohen. Po mira student që mbarojnë shkollat e larta, ku do vën? Siç kanë ikur deri më sot, do ikin akoma më tepër. Sepse edhe tani nuk shohin, asnjë fjalë nuk flitet për industrinë. Asnjë fjalë nuk flitet për shfrytëzimin e pasurive kombëtare me cikël të plot, që do punësonte specialistë të lartë, do zhvillonte, do binte firmat e fuqishme, do zhvillonin vendin, do shtohesh prodhimi, do shtoheshin rrogat, po do shtoheshin edhe kontributet për sigurimin shoqëror edhe shëndetësore. Asnjë shenjë nuk ka për këtë punë. Prandaj unë mendoj se këto zgjedhje i dhan vullën përfundimisht që në Shqipëri nuk ka më shpresë me këta lloj njerëzish. Dhe Evropa ka shumë faj. Ka shumë faj sepse jo se Evropa do na ndërtojë neve Shqipërinë, po Evropa i ka pranuar këta diktatorë. Nuk ka pranuar ta dëgjoj zërin e shqiptarëve. Po pse nuk ka shpresë? Edi Rama thotë që shqiptarët do marrin pasaportën europiane. Dhe kjo është një premtim shumë i madh që ai e bëri përgjatë fushatës elektorale dhe tani duket sikur e ka harruar, por që thot me mbylljen e negociatave në vitin 2027 dhe andarësimin në vitin 2030 shqiptarët do marrin pasaportën europiane dhe do jetojnë si gjithë europianët. Këtë pasaportën europiane e besojnë vetëm budallënj të çmendurit dhe bashkëpunëtorët e Edi Ramës. Askush tjetër. Çfarë më duhet mua pasaporta europiane? Unë me pasaportë shqiptare mund të shkoj në Evropë, 90 ditë. Po s'mund të jetoj atje. As me pasaportë europiane ti s'ke drejt rrish atje përfundimisht. Nëse s'ke të drejtat që ka çdo shtet të caktuara. Atëherë për çfarë më duhet mua? Mua më duhet të punoj këtu, të jetoj këtu. Po ky me këtë pasaportë edhe që Evropa e ka përgëzuar këtë. Se nuk ka kundërshtuar. Pra këta i nxjerrin bojën vetes. Pra, me këtë, unë kuptoj, si qytetar kuptoj këtë. Këta duan ta boshatisin Shqipërinë, ta shpabullojnë, të ikin shqiptarët nga sytë kemët, edhe ta nxjerrin Shqipërinë në ankand. Tu vetëm qenë dhe maca do ngelin. Se pa punë, pa liri, pa drejta, atëherë çfarë ka? Çfarë ka ngelur këtu në Shqipëri? Pasaportë europiane, kjo është turp. Se këtë lloj politik ka bërë dhe për to digitalizime, thotë. Të mësojnë, thotë, shqiptarët, thotë, inxhinierin informatike, të bëjnë IT të gjithë. Po për çfarë i duan këta? Që të punojnë, thotë, për pronarët e huaj, për bizneset e huaja. Po mirë më këta, ti mendon për bizneset e huaja që të punojnë shqiptarët? Po shqiptarët duhet të përgatiten, të sociojnë, të aftësohen për të zhvilluar vendin, jo për të ndihmuar të huajt, se të huajt s'ka nevojë vetëm tonën. Po ky, unë se kam dëgjuar këtë, të thot një gjë ky që ka marrë përvojë nga Amerika, nga Anglia, nga Franca, nga Gjermania, këtë përvojë, le ta bëjmë këtu. Asnjëherë s'kan marrë. Këta thonë, e po korrupsion edhe krime ka kudo në botë. Edhe Roma s'u ndërtuar për një ditë. Vetëm nga këto romuze, nga këto slogane anti-shqiptare, kriminale, që mbjellin disfatizëm në popull. Ky s'është për kryeministër. Unë e kam thënë disa herë dhe them prap. Ky është armik i popullit shqiptar. Ky s'mendon për shqiptarët. Dhe as dëgjon. Këtu fillon e keqja atia. Një njeri që është i paaft edhe pyet. Ky është i djallëzuar. Ky nuk pyet, sepse ky thotë jam unë, thotë, më i mençur në dynja.
Prandaj edhe në intervistat që jep vetëm ky flet në televizor. Zani ministrat, se e di se e ka si kuklla. Ministra kuklla, janë besnik të tij, flasin dot pa lejen e tij. Ku ka ndodhur kjo punë? Në çvend botës ndodh kjo. Ku ndodh kjo? Është të mërshme, se si mund të quhet një shtet. Ora unë kam qenë në Amerikë disa herë atje. Ora se kam parë një presidentin, qoftë të Bidenin, qoftë edhe Trumpin që ka radhë parë, po edhe tani se kam parë një herë në televizor më burr. Dalin specialistët, ekspertët. Ky del nga mjezi deri në dal. Çfarë tregon ky? Ky me këtë tregon që ministrat janë kukulla. Janë të paaftë. Bëjnë çfarë thot ky. Bëjnë koncesione, bëjnë tendra, PPP, çaporosi ka edhe urdhë, hidh kaq. Por Evropa hesht. Pse hesht Evropa? Ne jemi 2 milion shqiptar. Kemi 140 deputet. Pse s'flet Evropa? Çfarë duan ka 140 deputet? Që marrin rroka tash 3, 4, 5 milion lekë në muaj. Pse duan kaq? Kur shërbimet shtetërore dhe vendore të bashkive janë dhënë privatëve. Pse duan këta 140 deputet? Kur ligjet e bëjnë ekspertët? Kur aty deputet kanë qenë elektricista, hidraulik etj. Ushtar të partisë. Pa folur për ata kriminalë, drogaxhinj etj. Pa folur edhe për ata që në fushatën e zgjedhjeve nuk bën një llogari para popullit, po shkonin argaliseshin me të dashurit e tyre nëpër çoqet e makinave. Edhe brithin nëpër ferra fshiheshin. Nga këta janë deputet, se nuk i zgjedh populli, i zgjedh kryetari i partisë. Se po ta zgjedhë populli, ai do të rigatitu popullit. Ai s'e rigatitu, ai se një popullin, sepse deputet mandatin e ka dhënë kryetari i partisë. Prandaj këtu për çfarë demokraci po e fjalë tu. Pse unë se kuptoj, pse bëhen zgjedhjet? Pse bëhen zgjedhjet? Pse e bën gjithë kjo fushat? Erdhi evropianët këtu komunistët, e përshëndetën përfitoren këta. Po si s'than një llap mo dhe ato OSBE-s, edhe ky ambasadori i Bashkimit Evropian, si s'tha një fjalë more, ore ç'ishte kjo fushat që bëhet juve? Kjo s'ishte fushat. Kjo ishte turp i madh. OSBE-ja folin në fakt. Ore nuk foli për këtë, do them unë tash. Foli për raportin. Po raporti foli, po nuk tha që ajo s'ishte fushat. Ajo është tallje. Ajo është përdorimi i lekut popullit. Ajo është mungesa e demokracisë. Të zgjedhërit nuk dhanë llogari para popullit, sepse janë të popullit, janë të kryetarit të partisë, prandaj japin llogari. Ky do dali deputetit japin llogari, apo kryetari i bashkisë, apo antari kur janë zgjedhje lokale. Do t'japi ai para popullit më. Se ai është votuar. Po ai s'është votuar nga populli, po dashë jap llogari. Tjetër, pse do dali kryeministri? Në të gjithë Shqipërinë. Edhe çfarë flet? Këtë rast foli fare. Këtë radhë vetëm këngë, valde, aheng, thua ti ne jemi Luksemburgu, shteti më i lumtur, populli më i lumtur në botë. Çe janë këto? Nuk i shef Evropa këto? Nuk i shef Evropa këto? Ti thua demokraci. Po çfarë demokraci kur s'flasun? Demokraci është flasun. Se po që e për të sharë, edhe ujë që të pyll, ulurin, po s'janë demokraci atje. Në atë pyll, që ujë ku halepujt, edhe ne kështu jemi për këtu.